Si e patë këtë paralajmërimin e fundit që bëri ambasada amerikane ndaj shqiptarëve, jo ndaj shqiptarëve, po ndaj qytetarëve amerikanë në Shqipëri, që në vetvete ishte një, po themi, paralajmërim për shqiptarët se. Ajo ishte paralajmërim për të gjithë ato që janë në Shqipëri. Po. Mund të jesh shqiptar, mund të jesh turist francez, mund të jesh biznesmen që të më nga Australia. Problemi është jo aq paralajmërimi i ambasadës, jo aq paralajmërimi, dhe ky nuk ishte paralajmërimi që në kohën e ambasadores Kim, që pas shkoni se po bën demonstratë opozita, mami do bëhet nami aty, opozita me kryetar opozite në Lushi. Ky është shumë serioz, dhe mbi të gjitha unë kuptoj seriozitetin e këtij paralajmërimi nga qendrimi që mbari Rama dhe kukullat e Ramës. Të gjithë e në ndesunjate që ne dojnë këto ministra që kushka t'i emrën, s'merën besh, që është Llamarina i mremshmja, ky Nuhja i mbrojtjet, se janë kështu, pa personalitet janë gjona kote. Dojnë deputeteshat e nivelit të Zekinesë dhe ato, jo më shlutin, jo më shumë, doli dhe opozita debile që duhet mbledhet Këshilli Kombëtar, Këshilli mbledh president. Presidenti është ke niveli i hidraulikut me mbajtjes së kryeministrisë. Më shumë personalitet ka hidrauliku apo elektricisti i punëtor me mbajtjen e kryeministrisë sa presidenti. Pra, e rëndësishme është që ai paralajmërim u injorua nga Rama, zarat e Ramës, edhe nga opozita putallaqe që do të fitonte kapital politik në ditët e habitata. Do të thotë që unda e Amerikës, që ata ka bërë herë, ka nuhatur diçka të madhe këtu. Unë nuk e di çka ka nuhat, por unë kam frikë se ato ka nuhat një false flag operation dhe e kanë dështuar këto. E kanë dështuar, mos e boni se ne e dim. Kaq mbyllet pazari. Në moment që ti thua, mos e bo se ne e dim, nuk bëhet ai. Unë tentova ta bëj këtë me rast e Gërdecit, unë e di që do ullet nerë, mos e po, ato nuk e vranë me në pot. Pra, po pritej diçka e madhe, unë kam frikë që diçka e madhe do bëhet Shqipëri. A mjafton ai paralajmërim kërcënimi amerikan që mos e bënin në Shqipëri këtë? As mjafton, unë këtë nuk e di. Por me një shtet patatina si shteti shqiptar, kur antiterrori merret me mjekët muslimane të shkreta, kur shkova në Kosovë, për dhanë intervjistë me një televizion kosovar, ishte një lekica, një fshatari mirë në Kukës, njëri shumë i mirë, i një gjinafën kishin fund bërë për terror musliman. Këta një faqë. Në këto merret antiterrori, jo me ato që mund bëjnë namin në Tiranë. Paralajmërimi i ambasadës amerikane këtë rast është serioz, nuk është i kohës Kimetes. Dëgjojnë me Molotov ato rrugaçet e PD-s në miting. Ato janë kot. Ky është plot. Ky është plot. Unë bashkë këtë dhe këtë reagimi ambasadës italiane, sidomos ke në punësit e katit të tretë të ambasadës italiane, se nga dizotit nuk është po oficeri policisë, oficeri kontaktit, Dr. Gama atje, a i gjyshma gjugji negativ, e pash edhe ka ambasadët e tjera. Aty ka diçka të madhe që unë nuk e di, unë nuk jam nga ato që mbuhen gjithëllon, dhe zot me eru Shqipërinë se me shtet patatinash. Në një jetë që për din pushtet, për mos pas fatin e Ghedafit apo të Honekerit, bën gjithçka, ai ishte një paralajmërim shumë ters. Nuk ishte për veshët e opozitës së mirë, budallaqe shqiptare, ai ishte paralajmërim për të thënë atyre që donin bënin diçka, mos e bënin se ne e di. A na ka rujt Amerika, as na ka rujt, unë nuk e di. Sepse edhe Amerikën ka filluar mos me e marrë seriozisht. Se Nancy doli, domethënë, Madame Charles d'Affaires Nancy, doli me kastratën, se kishte besa pajisje për sigurinë e aeroport kastratën, torpizotët. Nuk du me hyke ca hollësira, domethënë që një në portin Kallotë, Perus, etj. Pra, që bëri vlerësoni çik prezencën diplomatike amerikane në Tiranë. Pra, rilindja Rich nuk është ma ajo e para, që ma i menon në kohën e Carlsit e Tretit, në kohën e Francis Daulongut, që në fund Kresillit. Kresillit deputy chief of mission në Tiranë, jo Kresillit ambasador në Beograd, apo i ngarkuar, domethënë, negociator Korenë e Veriut. Pra,
Kjo është. Ai paralajmërim ishte shumë i rëndësishëm. Besoj se me atë paralajmërim, besoj dhe shpresoj, është evituar një false flag operation, një operacion me flamur fals shumë i rëndë. Shumë i rëndë se sa ajo pralla e 22 marsit 2018 që gazetarët iranianë do na vrisin Babamondin, do bëjnë namin, domethënë, me general Leshin që ishte atëherë këshilltar për siguri kombëtare, këshilltar sigurie që ishte Kerama para se të bëhet ministri i Brendshëm. Kjo duhet të jetë diçka shumë e rëndë. Duhet të jetë diçka shumë e rëndë. Unë nuk e di çfarë, po paraprakisht për qenë mren ka shprehja angleze thank you in advance. Po falenderoj paraprakisht. Po falenderoj paraprakisht ambasadën amerikane se duhet na ketë shpëtuar, isha na ka shpëtuar, se mund të mos na shpëtoi nga një telash i madh, nga një operacion falso që duhet ishte operacion mediatik, jo operacion mediatik. Doli një ministre me dashnorin apo doli Edi Rama me gruan e dytë, gruaja, domethënë me aktualisht gruan e dytë të Çuçit, doli lakuriq me plagj francez. Jo të tilla gjëra. Do të ishte diçka shumë e rëndë. Nuk e di çfarë, nuk e kam investiguar, nuk flas qesim, por gjithë dhe trupit a do të hanë shkot anglezi, kom shybe, thoshte gjyshi im, aty ishte diçka e rëndë që Amerika besoj se arriti ta devijojë. Po mund ndodhe prapë. Si është ka nisur Shqipëria, mund të ndodhe prapë. Antiterrori merret me lekicën e shkretur për Kukës. Nuk merret me terroristë grek, serb, nuk merret me terroristët e mangut. Ka media shqiptare janë për ta qenë shumë mercenare. Dalin ekspertu dhe klasë papagallisht. Si që më ka thonë Ustanov këmbijën e sjelljes, edhe filloni ça bosi kohë mallë. Që ti poshtë pyetje pastaj zverdhen, skuqet, i fare të përshtyma lloje etj. Është problem shumë i madh se nuk kanë media. E manë para një 3 vjetësh në 2023 të ndërhyri policia në kampin e Manzës, u përleshën me policinë ato. Më falë, unë Gjergji ose ti, të guxojmë të gjymë grush policisë, të guxojmë të qëllojmë me shkelj një të reneas. E që të hajmë dajak aty, dhe mirë në apet. Po futen e në bërë, se nuk o ti të personë zyrtarë për shkak detyrës. Është vepër penale. Asnjëri prej tyre nuk ndoj penalisht, nuk në çështet. Jo po të hendoj prokuroria tursit, jo po leshë, jo po preshë. U morën kompjutera, tableta, qa kishe mren? Qa kishe? Kishe lodra seksuale mren? Qa kishe? Kishe filmat Hollywoodit apo Bollywoodit të Indisë? Qa kishe? Ashtë i gjosën, tha. Vdik një njeri aty. Unë i ftoj gazetarë shqiptarë. Të investigojnë. Vdik ka shkaqe naturale, e vrau policia shqiptare, apo e vran vetë ato ishtë terroristë iranian, se ashtu ishe puna u tuaj. Sepse vrasën 10 vetë thonë në i vrau Irani, Shqipëria, vendantar i NATO-s, ju se në sovraniteti, njeni 5 fusim luftë NATO me Iranin, se janë vrasa vetë Shqipëri. Në të iranianët që janë apo lida patrit, pa shtetësi. Kështu që këtu edhe mediat nuk e kryjnë detyrën. Por për çfarë ndodhi atje? Çfarë ndodhi? Pse këto i parkojnë makinat afër shkollës bashkume? Ku ke të përsërisë Kinisia e Mbrojtjes, shtabi i përgjithshëm, zyra qendrore të zbulimit, domethënë të po themi shifut policisë politike, siç e ka shënuar Rama tani. E kush më thot, pa ana atje është ajo çika divojk nga Kosova. Kështu që s'ka nevojë ti për kjo, sa ajo i çohë letra direkt Beograd, s'ka nevojë për iranianët. Kjo Vlora. Po, pse vjen aty? 1-2 parkojnë, e kam gjerë në foto. Pra nuk janë llafe pazari, fotoja s'kebulun, do të doli fotoja. Pra ne kemi probleme të sigurisë kombëtare. Siguria kombëtare nuk mbrohet me ato që nxjerr shefi i shtabit Kingi, që është bomi ja 4 hyje apo jarrat, që u stërvitën me gardën në New Jersey. Nuk prodhohet siguri kombëtare. Antiterrori merret me Gjokotin, nuk merret me Serbi e me Greqi, që na tunë mirë ne kuptohet. Policia është me kap në lek, se ta blejnë çunat e Larushku dhe çunat e Niklës deri në nivel kryekomisarit.
në rast edhe drejtuesi i parë, siç ishte ai ish drejtori i policisë shtetit, që kishte bler bandat, dhe nuk dihet ky njeriu e ka bler as e ka bler bandat, nuk dihet për këtë riu, se kemi pasur drejtor në Durrës, s'ka pas punë atë, po nuk dihet e ka bler bandat. Atëherë, shqiptari që pagu taksa të tjera më të larta, për çfarë i pagu këto taksë? Për çfarë i pagu? Nuk ka siguri ke dokumentat, nuk punon dot e i Albania, nuk ka siguri ke kadastra, nuk ka siguri që të më në ke gjendja civile. Unë ka që mu vetë, kur ishe ca probleme pronësie, gjendja civile në varësi bashkisë, një të bëna të rregull të rrugën familjarë. Gjendja civile në varësi të qarkut, atë ishe prefekt socialist, po por shumë i mirë, oficer marine, njeri shumë i zotit, një nasu, unë kisha lindur i 1898, po kupton? Gjyshi im kishe lindur i 1959. Vllai im 7 vjet më i madh se mua kishe lindur i 1966. Jo, po kështu i ka kompjuteri. Po mirë, kjo gjendje civile shive që ndodhan në dokumente. Kërcënova atë gjendje civile, do t'i unë gjyqë tash. Nuk shkojnë gjyq të korrigjoj gabimin. Pra, dhe në gjendje civile ti s'ke shtet. Në ndjerë muaj që jam lindur i 1898, para shokut e ndërë. E kuptoti se shokut e ndërë nga lindin i 1908. Në fakt, siguria ushqimore, elmore si të duesh ti. Nuk po them ato tjetrën që është bashkëpunim e Evropën, që është topi malë ekspresoj që njerëz burg në Evropë, që të eksperimentojmë në një vend si Shqipëria, çfarë ndodh me popullin kur nuk ka siguri ushqimore. Pra, ushqimohem në ato mijë të bardh laboratorin. Çfarë ndodh po sikur të hajni çik me aflatoksin këto. Kur duhen 130 ton misër nga Serbia, nga vllazëri tonë serb, që ishin me aflatoksin, u zhdukën nga debo, unë kuptoj 2-3 kg kokainë, në dhe zhdukën, po 130 ton. E kuptoti duhen ose disa kamion 30 ton, ose nga ato kamionët në spondet të larta, që majnë 50 ton, 2 kamion t'ilë. Si u zhdukën, Si u zhdukën? Ma kollaj mund të zhduket nga kasaforta policisë 3 kg kokainë, se sa 130 ton misër. Kjo është që dihet, pastaj çfarë dihet, çfarë han, nuk e siguri ka rrugët. Ato e miliarda prishën rrugët, po fakt. Jo po. Si jo po. Dhe bëjmë me parë tunelin. Kur Grego thotë, nuk se ti se si rrejtë tunel, se s'është bën hegër. Nuk luhet në këtë tunel. Nuk luhet, se me rajë tunel, me vdekja 100 dhe, pyte e për edhe sa, se funit gëndet si 26 katonarë, digjen edhe Bagjana Gusani, s'kojë ministrë të kohës. Ka, e është me. Pse jo po është ai oligark ose ai njeri kështu që mund vjedhim atje sa shushi punë. Janë sa gjëra që s'bëhen. Edhe pastaj ato shkënduri për lekë që duhen të bëjnë qentrat bërthamor diku nga Roskovic. Ali Popsha, në zemër të Mzekjes, në zemër të Lanicovis. Qentral bërthamore, kuptoni që shqiptarit të vjellë copën e uraniumit e merë këshpia. Se po vjellë në i përkat të gjise. Këtu është një shkënduri që vetë kur paguhet fatura, apo si e pagua. Lehet 5 ditë pa ujë Vlora, dohet edhe ashtu mbrëmje e kala, se janë gjithë kompesha e princesha e baronesha atje në Vlorë, dhe nuk ndodh asgjë. Nga 150.000 banorë që nga Vlora, dalin 300 vend në protestuar, nëse u la pa ujë. Janë pastaj kur fillon të sillshin ujë me autobotet e ujrave të zeza. Pra ju vlonjat pini ujë me çik fekale mre. Shtmerë, mësoj çfarë funksionon. Nuk po merret me arsimin se është luks, merresh me arsimin këtu, është luks. Që është merr, mbarojnë shkollë shtetërore ose private, po flas shkollë mesme, dhe bëjnë kurse private për gjuhë, për matematikë, për fizikë, për kimi. Në fakt, pra, argëm pare për shkollë private, po kurs privat, nëse do të konkurrosh në universitetet perëndimore. To vjen ka të ndjesë. Nuk them për universitetet, se pastaj aty nuk them për plagiaturën, se i ka gjetur ai Taulan Muka këto, domethënë ministreshat e deputeteshat tonë me doktoratura të vjedhura, pra me plagiaturë. S'ke ku vetë dorën ku, nuk e ku vetë dorën në këtë shtet. Nuk e ku vetë dorën. Edhe policia është mordha laqe kur vërë të nostrusit, dhe në policien, pasi se ankohet kjo e njëra opozitë shqiptare, është mordha laqe me këtë polici, mos ishe sala, zjafisi u rejtës popullore, e shpërpoje. Dhe po plasë unë që
Kam eksperimentuar në shpërbrejën e policisë në Durrës që në ka shumë djetori mirë në qenë në Kam eksperimentuar. Jo Allah. Kështu që ku ta kapësh këtë vend? Unë kam shumë frikë. Zot Thanasi,